jo thjesht për deputetët, por jeta është e vlefshme për çdo njeri. Por kur krimi ngren dorën tek deputeti, ju përfitoroni që krimi është i pamëshirshëm, por edhe shteti çdo ditë do të forcohet për të garantuar jetën e gjithë secilit. Unë jam e sigurt se ato që kanë guxu të çojnë dorën, jo thjesht kundra Fatmirit, por kundra Parlamentit të Shqipërisë, Kuvendit të Shqipërisë, do marrin ndëshkimin më të egër që është marrë ndonjëherë. Unë erdha për të shprehur ngushëllimet e familjes, por erdha edhe për të siguruar se kjo qeveri do të bëjë çdo gjë për të gjetur dorën e zezë të krimit, autorin apo autorët, të cilët qelluan prapa shpine dhe ekzekutuan deputetin Fatmir Xhini në pragun e derës së shtëpisë tij. Ne nuk do të lëmë pistë hetimi, nuk do të lëmë, do mobilizojmë të gjitha llojet e mjetet në mënyrë që të kapim sa më shpejt autorin apo autorët e këtij krimi të shëmtuar. Ishte betimi dhe premtimi solemn i autoriteteve më të larta të shtetit shqiptar se vrasësit që guxuan të masakronin deputetin socialist Fatmir Xhindi në pragun e shtëpisë së tij nuk do të gëzonin 24 orë liri pas krimit. Në të vërtetë, serioziteti me të cilin krerët e shtetit e shprehin trishtimin dhe vrasjen e njërit nga deputetët më jetëgjatë të Parlamentit Pluralist Shqiptar nuk të lë pikë dyshimi se ultimatumi i tyre do të zbatohet në kohë rekord. Madje u arrit deri aty sa u premtuar që ekzekutorët do të kapeshin përpara se trupi i Xhindit të prejë në banesën e fundit. Nuk e din pse dhe kush e vrau deputetin socialist të Roskovecit, i cili nëse nuk do t'ishte masakruar atë mbrëmje maj, sërish sot do t'ishte njëri nga 140 deputetët e Parlamentit të Shqipërisë. Jeta, veprimtaria shoqërore dhe karriera politike e Fatmir Xhindit sigurisht që nuk e meritonin kurrë një fund të tillë, por ky fat orgurzi është treguar dhe më i pa shpirt me zgjatjen e pafund të hetimeve nga agjencitë ligjzbatuese. Lideri socialist Edi Rama në lamtumirën e fundit për deputetin e zgjedhur 3 herë rresht në mënyrë të padiskutueshme nga votuesit e tij, do të shprehë se Xhindi i mirë nuk do të prej kurrë i qetë nëse nuk zbuloheshin vrasësit e tij. Në të vërtetë një pjesë e përgjegjësisë së moszbulimit të autorëve që tronditën thellë, jo vetëm banorët e Roskovecit, por të gjithë Shqipërisë, tashmë bie edhe mbi forcën politike të cilës Xhindi i kushtoi jetën. Askush nga ne nuk ka fjetur dot mbrëm. Dhe të gjithë duam të dimë çfarë kanë parë sytë e tu tek pragu i shtëpisë përpara se të mbylleshin përgjithmonë. E vërteta e kësaj mizorie nuk të kthen dot në jetë, miku ynë. Po pa dalë ajo në dritën e diellit, ti do ta kesh të pamundur të prehesh i qetë në terrin e banesës ku po të kyçim, ndërsa për të gjithë ne të tjerët gropa e padrejtësisë që të mori jetën do të mbetet e hapur si varr për shpresën tonë se ky vend mund të bëhet i drejtë me të gjithë dhe për të gjithë. Lajmi i ekzekutimit të deputetit socialist pikërisht në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare të qershorit 2009 krijoi një situatë për të acaruar dhe problematike. Ayubatare Kallashnikovi ishte një mesazh i qartë për fushatën zgjedhore që sapo kishte nisur.
Fatmir Gjindi ishte pikërisht si një ndër emrat kryesor që do t'i prinin listës së Partisë Socialiste në qarkun e dytë më të madh në vend, pas kryeqytetit. I persekutuar nga regjimi komunist në rini, Gjindi nuk e kishte vënë kurrë në diskutim, jo vetëm zgjedhjen si deputet, por dhe garantimin e një fitoreje të thellë në zonën e tij elektorale. Ky detaj ishte një tjetër fakt që dëshmonte se sa pasoja të rënda për rendin dhe sigurinë publike kishte realizimi i atij krimi pikërisht në prag të zgjedhjeve parlamentare. Pas ekzekutimit të deputetit Azem Hajdari në 12 shtator 1998, kjo ishte hera e dytë që një deputet i Kuvendit të Shqipërisë vritej në breshërinë e armëve. Por këtë radhë situata dhe konteksti politik ishin krejt ndryshe. Ngjarja u bë dhe më tronditëse për opinionin publik, kur mediat nisën të publikonin detajet e para rreth krimit. Ky është një akt i shëmtuar kriminal, i cili ka shokuar jo vetëm familjen e deputetit Gjindi, familjarët e tij, bashkëqytetarët e tij, kolegët e tij deputet, por të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët. Nuk është godit vetëm Roskoveci, është tronditur e gjithë Shqipëria, nuk është goditur vetëm deputeti Fatmir Gjindi, është goditur parlamenti. Familja ka humbur njeriu e tyre dashur, kanë humbur babajnë e tyre, 3 djemë të mrekullueshëm, bashortin e nderuar, vllaun e tyre, birin e tyre. Unë edhe herë dua t'i përsëris mbëshllimet më të sinqerta familjes, qytetit, kolegëve, në emër të të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe të përsëris edhe një herë që duke kërkuar nga të gjithë që të mbështesin policinë dhe gjitha institucionet e specializuara. Gjindi i miri i socialistëve, siç e cilësoi lideri i opozitës Edi Rama deputetin e vrar, u ekzekutua pikërisht aty ku dukej më e pamundur dhe më e pabesueshme, në pragun e banesës së tij, modeste në periferi të qytetit të Roskovecit. Ai nuk u godit nga një dorë e ftohtë që duke ekzekutuar një deputet të Kuvendit të Shqipërisë, po mundohej të fshinte sa më shumë gjurmët dhe zhurmën e armës së krimit. Fati u tregua i pamëshirshëm me Fatmir Gjindin, duke i rezervuar një vdekje barbare me një dorë vrasëse e pangopur në fishekët që lëshoi drejt tij. Atentatorët u kujdesen që veç 9 plumbave të lëshuara mbi trupin e Gjindit t'i jepnin dhe një goditje fatale, a thua për të siguruar se e kishin përmbushur plotësisht misionin e tyre, duke i qelluar dhe një herë të fundit në kokë. Por ata nuk u mjaftuan me kaq, duke dhënë dhe një mesazh tjetër të fortë, me mitralimin që i bën gjithë fasadës së banesës së papërfunduar të familjes Gjindi. Është një ngjarje e rëndë sa më s'ka, sepse është vrarë në derën e shtëpisë një qytetar që përfaqësonte shumë qytetar. Pra, është një ngjarje nga ato që trondisin një vend tërë dhe derisa të njihemi me rrethanat që unë shpresoj të zbardhen një orë më parë, jemi këtu për t'i shprehur të gjithë solidaritetin ton familjes së të ndjerit mikut ton dhe të qëndrojmë pranë të gjithë së bashku për të ndihmuar lehtësimin sa do pak të kësaj dhimbje të tmerrshme. Dera ka qenë e hapur, po atje, si të them unë se sa kanë shtyrë, ja. Plumat e kanë bërë, edhe shtëpia ka qenë shkort, pavarësisht se ne kemi mbyllur tash. Ka pas shqylluar edhe në muret e shtëpisë? Po, edhe në muret e shtëpisë. Ata të partë i kanë marrë dhe i ka fotografuar dhe me kështu. Po gëzojat e armës? Gëzojat e armës janë gjetur jatu tek ai vendi aty. Po
Nga sa më kanë thënë ose nga sa keni mësuar, kanë qenë 2 armë apo kanë qenë Neve s'na ka thënë asgjë. Unë për sabin tim nuk di asgjë, nuk kanë thënë. Dim që kemi bërë letër kryeministrit, ambasadorit amerikan, të tërë, asnjë lloj përgjigje nuk na është kthyer. Se kanë vajtur letër, se s'kan vajtur, ne nuk dim gjë. Në njoftimet e para të mediave më njëherë pas krimit thuaj se deputeti Fatmir Gjindi ishte qelluar me armë zjarri Kalashnikov rreth orës 21 të mbrëmjes së 2 maj 2009. Atentati u realizua pikërisht në kohën që Gjindi ishte duke parkuar fori stradën në uporin e shtëpisë. Ai ishte vetëm dhe sapo ishte kthyer nga fshati i tij i lindjes Kurian. Drejtues të policisë dhe të prokurorisë nga Tirana shkuan menjëherë në Roskovec të Fierit. Vrasja e deputetit Fatmir Gjindi e kaloi Fierin në një shtet rrethim. Po zbllogje të shumta u krijuan jo vetëm në hyrje daljet e qytetit, por edhe brenda Fierit. Ndërkohë policia kaloi në si çdo automjet të dyshuar, duke kryer në to kontrolle të rrepta. Po zbllogje dhe kontrolle u kryen edhe në aksin që lidhet Fieri me Lushnjen, si dhe pjesa tjetër e rrugës së Levanit e deri në Vlorë. Për këtë shkak u vunë në dispozicion dhe policit e disa rretheve, me qëllim që të mos lejonin autorët të dilnin jashtë rrethimit. Edhe policia e Vlorës vuri pozbllogje në hyrje e daljet e qytetit të saj, pasi dyshohej se autorët mund të tentonin të dilnin nga Fieri gjatë natës. E njëjta situatë është paraqitur edhe në policinë e Lushnjës për të mos lënë autorët të largohen, por me gjithë kontrollet e kryera, deri në orët e para të mëngjesit, policia nuk arriti t'i prangosë autorët e ekzekutimit të deputetit Gjindi. Duke marrë këto masa fillestare, policia tentoi të luante me blofin, duke shpresuar që autorët të binin qoftë dhe rastësisht në rrjetën e saj. Vllai im përsolli djalin për në Rumani, kthehet në Fier, pin kafe, siç kam dëgjuar tani më pas, me Fani Sofin dhe me Bariun, një kishte shok. Vjen në shtëpi, shkon lart në Kurian të punonte. Dhe punon atje në Kurian deri vonë, pi kafe tek Bujar Kuka dhe vjen në shtëpi. Hyn në shtëpi duke hyrë këtu, unë nuk qesh në moment që hyri, po hyn këtu dhe le makinën më tej dhe del mbas makinës dhe merr hap bagazhin. Hap bagazhin e makinës dhe unë e kam gjetur mbas bagazhit. Pa jetë. Tu është vendi? Po, ja, vendi është këtu. Këto janë këto, makina ishte gjithë këtu, makina ishte gjithë këtu, këtu ishte shtrir ai. Këtu ishin dëmtuar këto. Ishin shqyer këto galibana, pesha që ka shu. Ka filluar angazhimi i strukturave të policisë shtetit. Në vendin e ngjarjes tashmë janë instaluar gjithë ekspertët më të mirë dhe drejtuesit e lartë policisë. Ministri i Brendshëm, zoti Nishani, që në momentin e ndodhjes ngjarjes është në zyrën e tij dhe po ndjek hap pas hapi të gjithë dinamikën e veprimeve që ne kryejmë për këtë ngjarje. Zonës Ministri i Brendshëm ndodhet në terren vendin e ngjarjes. Kemi marrë ekspertët më të mirë, laboratori qendror kriminalistik, mjekësisë ligjore, kanë ardhur drejtues të prokurorisë krimeve të rënda, të cilët po drejtojnë hetimin e kësaj ngjarje të rëndë. Ndërkohë, oficerët e policisë po kryejnë veprimet me provat materiale të vendit ngjarjes, me pyetjen e dëshmitarëve, me grumbullimin e informacioneve nga terreni që lidhen me rrethonat e kësaj ngjarje mjaft të rëndë. Ndërkohë po analizojmë të gjithë këto informacionet marra për të vazhduar punën më tej, me qëllim që sa më parë të kemi të identifikuar autorin dhe për ta kapur atë. Rreth orës 21:15 minuta nga ana e patrullës së qarkullimit rrugor në aksin rrugor Fier-Patos, është konstatuar që familjarë të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, Fatmir Gjindi, po e transportonin atë me shpejtësi drejt spitalit të Fierit, pasi ishte qelluar me armë zjarri. Për shkak të presionit të madh politik dhe publik të krijuar mbi uniformat blu, policia e shtetit vendosi të shfrytëzonte çdo informacion që do të ndihmonte për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të krimit.
Për këtë qëllim, Ministria e Brendshme vendosi në dispozicion një shumë të madhe parash me vlerë 250.000 euro për personin që do të japë informacione në lidhje me autorin e vrasjes së deputetit socialist Fatmir Gjindi. Kjo shumë parash vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite në fuqi për çdo person që do të ndihmojë në zbulimin e këtij krimi të rënd. Menjëherë pasi shpërblimi prej çerek milionë euro u bë publik gjatë një komunikimi me mediat nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, në numrat e vënë në dispozicion për informatorët, pati një fluks telefonatash nga persona të ndryshëm, kryesisht banor të Fierit, Roskovecit dhe fshatit Kurjan. Por edhe kjo formë që u duk mjaft shpresëdhënëse, në fillim rezultoi pa ndonjë efekt konkret. Është një çështje e cila është duke u marrë tërësisht organi i prokurorisë. Policia e shtetit që në fillimin e saj ka vënë në dispozicion të gjithë specialistët e saj më të mirë, dhe nga informacionet që neve kemi, është një hetim i cili po ecën brenda të gjithë parametrave të parashikuar në dosjen përkatëse. Kjo do të thotë që shumë shpejt do të kemi emra. Kam besim të plot. Duke qenë që është një proces që po hetohet, askush nuk duhet që të deklaroj apo të jap informacione rreth esurisë së procesit hetimor. Hetimet po ecin dhe po zhvillohen çdo ditë në mënyrë shumë intensive. Duke mos pasur asnjë ide për autorët e krimit dhe për motivin që i çoi ata drejt ekzekutimit të deputetit Gjindi, policia u përpoq të mbante mediat larg, duke dhënë vazhdimisht informacione sipërfaqësore. Në fazën e parë të hetimeve u bë kqyrja e hollësishme e vendit të ngjarjes, filmimi dhe fotografimi i tij dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 15 gëzhonja model 56 të kalibrit 7.62 mm. Një pako aspirin tablet dhe një qese plasmasi. Gjithashtu bë ekzaminimi mjekoligjor i kufomës, marrja e mostrave të gjakut nga viktima dhe vendi i ngjarjes. Të gjitha këto prova u vunë menjëherë në dispozicion të Laboratorit Qendror Kriminalistik dhe Institutit të Mjekësisë Ligjore për përpunime dhe ekzaminime krahasuese të mëtejshme. Gjatë mbrëmjes së të shtunës të 2 majit dhe një ditë më pas, u shoqëruan për të marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarëve 15 persona. Por ndërsa përpiqej të ngopte kuriozitetin e medias me informacion gati tërësisht teknik, policia gjente rastin edhe për t'u përgjigjur opozitës, e cila kishte drejtuar gishtin drejt saj. Për zbulimin e kësaj ngjarje është ngritur grupi hetimor në drejtimin e 3 prokurorëve të prokurorisë për krimet e rënda, si dhe 10 oficerëve të policisë gjyqësore të prokurorisë dhe departamentit për hetimin e krimeve në policinë e shtetit. Policia e shtetit po vazhdon hetimet me intensitet të lartë, duke analizuar me kujdes të gjithë informacionet e marra për këtë çështje së bashku me prokurorinë për krimet e rënda dhe po zbaton të gjitha detyrat e deleguara nga ana e prokurorëve. Policia nuk i është shmangur asnjëherë përgjegjësive të saj, duke zbatuar me korrektësi detyrat që i ngarkohen asaj nga ligji për policinë e shtetit. Për këtë arsye, i sugjerojmë zotit Gramoz Ruçi që në funksion të zbulimit të së vërtetës, të gjithë informacionin e nevojshëm që disponon, ta vërë në dispozicion të prokurorisë për krimet e rënda, si autoriteti përgjegjës që drejton dhe heton këtë çështje. Deklaratat të tilla dizinformuese dhe abuzive kanë për qëllim pengimin e punës së bërë nga grupi hetimor dhe të shkaktojnë vonesa në zbardhjen e së vërtetës. Unë nuk mund të jap detaje shumë të hollësishme pasi të gjithë ekspertët po kryejnë veprime në funksion të ngjarjes, por në kohën e dur, në momentin e dur, ne do bëjmë prezent çdo konkluzion që ne do arrijmë. Ka ndonjë motiv të Pistat e mundshme, cilat janë pistat e mundshme? Jo, nuk mund të përcaktojmë pista në këtë moment, është akoma herët për të folë institucioni që unë drejtoj. Në momentin e dur do t'ju bëjmë. Ka gjetur gëzhoja policia në vend ngjarje? Patjetër që ka gjetur gëzhoja. Autorët kanë qenë në këmbë me mafi. Autorët në këmbë. Paraprakisht nga analizimi i provave të para rezultoi se deputeti Gjindi është qelluar nga një distancë rreth 2 metra dhe është përdorur vetëm një armë për vrasjen e tij, pasi gëzhoja dhe plumbat e gjetur i korrespondojnë vetëm një modeli.
Policia u mundua të shmangte sa më shumë të ishte mundur dhënien e informacioneve që kishin të bënin mbi mënyrën e realizimit të krimit, e sidomos sa shpërsisë dhe mesazhet që synoi të jepe nëpërmjet tij. Edhe pse nuk kishte asnjë pistë konkrete që të çonte drejt autorëve apo motiveve të krimit, policia u mundua që të përjashtonte mundësinë e vrasjes nga ndonjë grup i organizuar kriminal dhe për qëllime të pastra politike. Jo, nuk mund të nuk kemi patur informacion dhe nuk mund të jap asnjë pistë, asnjë gjë në këto momente. Ka krejë zonës në këto momente? Pa diskutim që po. Ka personat shoqëruar? Ka dëshmitar shoqëruar që pyeten për rrethanat e ngjarjes. Sa dëshmitar janë? Janë shumë dëshmitar. Një numër? Po numër dhe në këto momente po pyetur janë të angazhuar disa oficerë policie që pyesin. Ne do bëjmë kalkulime tani, do të analizojmë çfarë kemi bërë dhe çfarë do të bëjmë në minutat dhe orët në vazhdim. Keni kristalizuar ndonjë motiv në fundit, do të jepni motive personale apo diçka tjetër? Jo, motivet nuk japim, ne gjykojmë mbi rrethanat e dokumentimit të ngjarje. Nuk kam asnjë informacion që mund të ketë një pistë që lidhet për motive politike. Asnjë informacion i tillë dhe asnjëherë një pistë e tillë nuk ka pasur ndonjë provë apo ndonjë indicje e cila ta lidhte me pistën politike. Nuk dim të kemi patur sherr. Nuk dim na ketë thënë një gjysmë mllafë vllai. Na ketë thënë një gjysmë mllafë që apo të dinim që nuk shkonte me filanin. Si ka qenë kryetar komunë dhe deputet nuk ka patur? Nuk di kur në kurës që kemi patur nga Tresa. Jo ai si person, po edhe ne si fis nuk kemi patur nga Tresa me njëri. Nuk kemi qerr. Jo, absolutisht jo. Ose kishit vënë re ndonjë person? Ore, po si nuk vetë të korte ullit me kosër, të korte barin e ullimet. Më shumë se sa pamundësia dhe paaftësia e policisë dhe agjencive të tjera, ligj zbatuese për zbulimin e krimit e kapjen e autorëve, binte në sy përpjekje për të devijuar të vërtetën. Fillimisht në media u hodhën informacione se krimi kishte ndodhur për motive të dobta dhe më pas për motive pronësie apo çështje pronash. Këto versione u mbështetën edhe nga veprimet fillestare të hetimeve që ju sulën zyrës së hipotekës dhe kadastrës. Kur kishin kaluar vetëm 4 ditë nga ngjarja prokurorët e krimeve të rënda dhe hetuesit e çështjes, administruan një dosje me dokumente zyrtare të hipotekës së Fierit. Përqendrimi i hetimeve në marrjen e dokumenteve nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Fier krijoi përshtypjen në opinion se vrasja e Xhindit nuk kishte të bënte me detyrën e tij, por me çështje personale. Nuk mund të bëj komente të deklaratave. Kam pasur mundësinë të shprehem dhe më parë në tek mediat për pyetjet në lidhje me rastin tragjik të vrasjes së deputetit Xhindi. Organi i cili drejton dhe udhëheq hetimin është prokuroria. Është organi i prokurorisë. Policia e shtetit ka ofruar edhe për shkak të procedurës të hetime paraprake, të mbledhjes prova paraprake, të gjithë ekspertët më të mirë të saj. Ajo që unë si ministri i Brendshëm kam informacion, pasi dhe informacioni që kam ministri i Brendshëm në bazë të ligjit të ri për policinë e shtetit është informacion i reduktuar në rastet kur zhvillohen hetime për një ngjarje të caktuar, është fakti që në momentin e ngjarjes kanë qenë disa pista. Në momentet e mëpasme, po dhe në këto momente që ne flasim, është reduktuar shumë numri i pistave mbi të cilat hetohet. Nuk kam informacione për një autor të vetëm apo për një çështje konkrete të vetëm. Është reduktuar maksimalisht numri i pistave mbi të cilat hetohet. Por përderisa hetohet mbi disa pista, do të thotë që ato pista mbeten ende si çështje të cilat hetohet mbi ta. Erdhën ata, na pyetën ne, kur kishim vrarë ne, bën ato tonat, sikur ishim ne shkaktarë që e vran. Tash i vrasin e lënë të lirë. Po në momentin që u kanë thirrur dhe më vonë kur keni shkuar për të interesuar, u kanë na thon vetëm që po punojmë. Ja nga televizori kanë gjetur, po na thresin edhe vetë jo. Fillimisht u kanë thënë ku dyshonin çfarë pista kishin. Dgjoj, neve po të kishim një dyshim, nuk donin fare na
Dosja penale e hapur pas ekzekutimit të deputetit Fatmir Gjindi kishte si akuzë zyrtare, vrasje me dashje për shkak të cilësive të veçanta të viktimës. Fillimisht grupi i ekspertëve të policisë dhe prokurorisë lokalizoi 4 pista për motivet e ngjarjes, por më pas hetimi u përqendrua vetëm në 2 prej tyre. Ose së paku kështu thuaj publikisht, pasi në të vërtetë, grupi hetimor nuk ka arritur deri më tani të jap asnjë rezultat konkret, qoftë edhe për të qetësuar sadupak familjarët dhe kolegët e deputetit Gjindi. Çuditërisht drejtuesit e policisë këmbëngulin se mungojnë provat që e lidhnin vrasjen me detyrën e deputetit Gjindi. Ky opinion është hedhur në publik edhe pse nuk ka qoftë edhe një version tjetër të vakët që të dëshmojë të kundërtën. Një nga versionet kryesore të ngritura nga policia disa ditë pas ngjarjes ishte ai i konflikteve të pronësisë për tokat në fshatin Kurjan, si dhe për disa magazina të privatizuara nga deputeti në këtë zonë. Sipas kësaj piste, disa persona që pretendojnë se ishin pronar të tokës ku ndodheshin magazinat, kanë këmbgulur për t'i marrë ato deri në mosmarrveshje me deputetin 49 vjeçar. Ekzistenca e një konflikti të tillë konfirmohet zyrtarisht, edhe pse prokuroria nuk bën me dije nëse mes palëve ka pasur incidente të tilla për këtë çështje që mund të çonin deri te krimi i mbrëmjes së të shtunës së 2 majit 2009. Hetuesit verifikuan ekzistencën e një procesi gjyqësor mes palëve në mosmarrveshje për pronësinë e tokës, ku ndodhen magazinat në fjalë. Këto sipërfaqe ishin ndarë sipas ligjit 7501, ndërsa momenti i marrjes së trojeve dhe objekteve në dorëzim është shoqëruar me mosmarrveshje mes palëve. Ky version i pompuar shumë dhe nga mediat që mbështesin qeverinë do të duke i besueshëm për çdo shqiptar, por jo për banorët e Roskovecit apo ndonjë person që e ka njohur nga afër Fatmir Gjindin. Banesa modeste ende pa përfunduar në periferi të Roskovecit dhe mënyra e jetesës së tij pavarësisht se kishte 12 vjet si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, tregojnë se Gjindi qëndron shumë larg motiveve që kanë të bëjnë me pasurinë e pandershme dhe korrupsionin e përhapur në masë në radhët e politikanëve dhe funksionarëve zyrtarë. Fatmiri kishte fëmijë të vegjël. Edhe e morëm, neve kishim fëmijë më të rritur. Kisha një burazerë, unë që kam mbas me, shkoj shpejt, shkoj gjirina dhe 100 në Greqi. E ndihmuam për shtëpi këtu. Me të drejtë kthimi lekët, po aty edhe sot nuk i ka shumë. Pista e dytë të cilën grupi hetimor e mban ende në këmbë, është ajo që bën fjalë për një vrasje që lidhet me shkaqet personale të viktimës. Ky version po hetohet në drejtim të zbardhjes së mosmarrveshjeve që deputeti mund të ketë pasur së pari me banor të zonës. Episodi i parë që hetuesit janë duke verifikuar lidhet me disa ngjarje të ndodhura në Fier në periudhën e viteve 1996-1997, në të cilat ishin përfshirë të afërm të deputetit të ndjerë. Në media u serviron informacione nga grupi hetimor që tregonin se pista personale përfshin edhe hetimet që po zhvillohen në drejtim të jetës private të deputetit, por çuditërisht asnjëherë nuk janë dhënë detaje apo fakte që ta provojnë këtë version. Që nga dita që ka ndodhur ky krim i rënd, hetimet kanë pësuar një përparim esencial, qoftë në aspektin e pistave hetimore, qoftë dhe në atë të autorëve të dyshuar. Ju siguroj natyrisht juve dhe opinionin publik që për shkak edhe të këtyre përparimeve esenciale që kanë ndodhur në këtë proces hetimor, ajo është një ngjarje që natyrisht do të zbardhet. Natyrisht që policia tashmë ka vënë një standard që shumë ngjarje zbardhen brenda 24 orëve, por natyrisht ka raste të cilat për shkak të komplikacionit apo për shkak të natyrës së veçantë kërkon një kohë më të gjatë hetimesh. Por ajo që është sigurt që padyshim që autorët e këtij krimi të rënd nuk do të mbeten pa u dëshkuar nga drejtësia. Nuk mund t'ju them asnjë pistë, mund t'ju them që po punohet fort me një përkushtim maksimal.
Eliminimi fizik i Fatmir Xhindit kishte nxjerrë nga skena njëkohësisht edhe një rival të ashpër në luftën politike, duke i dhënë mundësinë mazhorancës të siguronte në një bastion të së majtës mandatet e duhura për të ruajtur pushtetin edhe për një mandat të dytë. Pikërisht, zhvillimet e mëvonshme e bëjnë të vështirë përjashtimin e pistës se Fatmir Xhindi është vrarë për motive politike. Ende agjencitë ligjzbatuese nuk kanë qoftë edhe një version të mbështetur në fakte për ta rrëzuar këtë motiv të krimit. Fatmir Dashur, kemi ardhur të të përcjellim në banesën e fundit. Pa e ditur arsyen e ikjes tënde nga kjo botë, ku së bashku kaluam plot vite. Punuam, folëm e qeshëm. Dhe ku për gjithë ti ishe Xhindi zemërmirë e gojëmbël, që jetonte mes punëve të fshatit dhe të kuvendit të Shqipërisë, pa prishur kur qef me askënd. Përveç punëve të mira që bëre, me bashkëshatarët e për bashkëshatarët e tu, ti nuk le pas veç se kujtimet mira, që na imbushin të gjithëve sytë me lotë, po s'na ndihmojnë fare të kuptojmë psen e dhunës vrastare që mbrëm të mori jetën, duke coptuar me plumba zemrat e nënës, gruas, djemve, motrës e vëllezërve të tu, duke na coptuar shpirtin të gjithëve ne, miqve e shokëve tu të panumërt, këtu, në vendlindjen tënde, duke tronditur Shqipërinë mbar. Fjalët e liderit të opozitës Edi Rama në ceremoninë mortore të deputetit Xhindi krijuan bindje dhe shpresë të madhe tek familjarët se partia të cilës ai kushtoi jetën nuk do të ndalte së kërkuari vrasësit e tij. Në të vërtetë, në ditët dhe javët e para që pasuan ngjarjen e rëndë, vrasja e deputetit Xhindi ishte në krye të agjendës ditore të opozitës. Por afrimi i datës së zgjedhjeve dhe ashpërsimi i fushatës elektorale e sfumuan pak nga pak krimin e mbrëmjes së 2 majit. Dështimi i një pasnjëshëm i tentativave të grupit hetimor për të zbuluar vrasësit dhe motivet e krimit u krijuan mundësinë autorëve të vërtetë të mbulonin mirë gjurmët. Ngjarja pa diskutim është ekstremisht e rëndë. Në këto momente unë erdha për të shprehur ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen, sepse humbja më e madhe është për familjen, sigurisht. Për të gjetur një forcë, kuraje për të përballuar këtë humbje të rëndë, dhe dyta me cilësinë e institucionit që përfaqësoj, t'i garantoj maksimalisht angazhimin, duke thënë që institucionet e specializuara të shtetit janë në veprim, të gjithë njerëzit më të kualifikuar, jo për ta zbardhur, sepse është e pamundur të mos zbardhë, por për ta zbardhur sa më shpejt. Dhe ato që shkaktuan këtë dramë të marrin përgjigjen e merituar nga shteti ligjor. Do kërkojmë. Kam premtuar që kam mbajtur me shpresa. Ne shpresa kishim na presidenti. Na presidenti kishim shpresa. Po atje çdo ligja se po bëni vite gjysmë, çado shpresojmë ne në këta. Për neve mos të dalin me diell. Takimi i fundit që keni patur me prokurorinë apo me policinë kur është bërë? Unë nuk kam ashtu qofse mund të ketë takuar ai Bullazeri, po mua s'm kanë thirrur. Unë që qesh në fillim fare këtu, mua s'erdhën nuk pyesin fare, se unë isha në fier. Për të interesuar flas më vonë apo nuk më shkoi. Po kam vajtur çunat. Ja, kështu thonë, na gënjej, do punoj.
Ceremonia madhështore e zhvilluar në zonën ku u lind dhe u rit Gjindi. Pjesëmarrja prej mirave është në humazhet për nder të deputetit 49 vjeçar, dëshmuan respektin që kishte fituar ai tek bashkëqytetarët e bashkëkombasit e tij. Familja Gjindi e kishte gati të pamundur për të përballuar lumin e qytetarëve nga të gjitha anët e vendit që e vizituan dhe ju gjendën pranë për t'i dhënë forcë në dhimbjen që ju shkaktua. Jo vetëm familja e të ndjerit Gjindi, por edhe qytetarë të shumë të Roskovecit kanë përjetuar qaste i dërimi, teksa trupi i pajetit 49 vjeçarit ka përshkruar rrugët e qytetit. Mes turmave me njerëz, shumë kërkonin të gjenin motivet që e kanë çuar autorin drejt vrasjes së deputetit. Jeta, veprimtaria shoqërore dhe karriera politike 12 vjeçare, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, e kishte bërë Fatmir Gjindin një përfaqësues të denjë të zonës së tij elektorale. Ai vazhdimisht në 4 fushatat zgjedhore me radhë kishte fituar bindshëm ndaj rivalëve të djathtë. Fillimisht në zgjedhjet e pushtetit vendor si kryetar komune dhe më pas në 3 zgjedhjet parlamentare nga 1997, 2001 dhe 2005. S'ka dyshim se kur të quajtën Fatmir, nëna e babai yt i ndjer, deshën një fat më të mirë për ty, miku ynë. Ti bëre gjithçka mundet, një njeri ndershëm e punëtor, për ta luftuar varfrinë familjen tënde me forcën morale të një djali e vllait mirë. Ti bëre gjithçka mundet, një burr e babai i mirë, për t'u dhënë fëmijëve tu, e fëmijëve të vëllezërve tu, edukim dhe shkollë denjë. Ti bëre gjithçka mundet, një shqiptar fisnik e ambicioz, krah bashkëfshatarëve tu, që të deshën dhe të zgjodhen në kryet komunës për të luftuar për kushte e ditë më të mira për të gjithë. Ti bëre gjithçka mundet, si një deputet i popullit, përfaqësues dinjitoz i njerëzve të thjeshtë e të munduar të këtij vendi, duke qenë me ta ditën e natën, pranë hallixhinjve të smurve, në pikëllime e në gëzime. Ti bëre gjithçka mundet, një njeri i urtë e një mik i dashur, për të na dhënë me sjelljen tënde për herë korrekte e me fjalët e tua asnjëherë të tepërta, shtysën për punë të mira, për njerëzit e për vendin. Ti bëre gjithçka për të merituar një fat më të mirë, i dashur ynë Fatmir. Dhe ky është një moment ku edhe më mosbesuesin dhe ata që të njohën do të donte me gjithë forcën e shpirtit që të kishte një Zot. Një Zot për t'i dhënë forcë nën resmies, gruas, motrës, djemve, vëllezërve, të gjithë të dashurve të zemrës tënde, këtu e kudo. Një Zot për të na dhënë të gjithëve fuqinë për të luftuar me errësirën e me krimin, edhe me më shumë arsye. Një Zot për të ndihmuar drejtësinë të bëjë drejtësi me një fuqi të re. Një Zot për ta bërë dritë shpirtin tënde, për të të dhënë me pafundësinë e asaj bote atë që kjo bota jonë ta kurseu kaq padrejtësisht. Lam të mirë, Gjindi ynë, zemër mirë dhe gojë ëmbël. Lajmi i ekzekutimit të deputetit socialist pikërisht në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare të qershorit 2009 krijoi një situatë acaruar politike. Batarja e Kalashnikovit që i mori jetën në prag të shtëpisë deputetit socialist të Roskovecit u duk si një mesazh i qartë për fushatën zgjedhore që sapo kishte nisur. Fatmir Gjindi ishte piketuar si një ndër emrat kryesor që do t'i prinin listës së Partisë Socialiste në qarkun e Fierit i dyti në vend pas Tiranës. Në këtë interpelancë, lidhur me një nga problemet më të prekshme në sektorin e bujqësisë dhe ushqimit, si dhe me ndikim të drejt për drejt në jetën dhe kushtet e fermerëve shqiptar në përgjithësi, pra me subvencionet
që ju dhe qeveria juaj në drejtimin e zotit Berisha keni premtuar. Tashmë, zoti ministër, premtimet tuaja, pra mashtrimet tuaja, nuk besoj se do të ketë njeri që t'i ka përdi, dhe veçanërisht fermeri shqiptar i cili po i heq mbi shpim të vet ato. Ka kaluar 2 javë, zoti ministër, nga 2 vjeçari plot i mashtrimeve tuaja që paraqitet në parlament në 8 shtator të 2005-s. Unë do mundohem të prek një pjesë të tyre në këtë parashtrim. Ju mund të sqaroni, por do të rriqja vëmendjen tuaj, edhe tuajin zoti zëvendës kryeministër. Tregoni pa kurajoz dhe i ndershëm, mos vazhdoni të mashtroni opinionin publik përmes ekranit televiziv. Gjindi nuk e kishte vënë kurrë në diskutim jo vetëm zgjedhjen si deputet, por dhe garantimin e një fitore të thellë në zonën e tij elektorale. Ky detaj ishte një tjetër fakt që dëshmonte se sa pasoja të rënda për rendin dhe sigurinë publike kishte realizimi i atij krimi, pikërisht në prag të zgjedhjeve parlamentare. Për të minimizuar sa më shumë të ishte mundur efektet e ngjarjes, Policia e Shtetit dhe Ministria e Brendshme u munduan që të paraqisnin në media lloj-lloj versionesh, por gjithnjë duke i qëndruar larg motivit politik dhe faktit që vrasja mund të kishte të bënte me detyrën e deputetit. Çuditërisht ky zell i autoriteteve të rendit për ta larguar vëmendjen e opinionit nga motivet politike të vrasjes i dha efektet e veta, duke sfumuar zbulimin e të vërtetës. Deklaroi publikisht se vrasja e Gjindit nuk kishte asnjë motiv politik, madje me siguri të madhe përjashtoi kjo pistë, edhe pse nuk paraqitej qoftë dhe një argument i vetëm i besueshëm që të mbante në këmbë një pistë tjetër. Në momentin e ngjarjes kanë qenë disa pista. Në momentet e mëpasme, por në këto momente që ne flasim, është reduktuar shumë numri i pistave mbi të cilat hetohet. Nuk kam informacione për një autor të vetëm apo për një çështje konkrete të vetëm. Është reduktuar maksimalisht numri i pistave mbi të cilat hetohet. Por përderisa hetohet mbi disa pista, do të thotë që ato pista mbeten ende si çështje të cilat hetohet. Nuk kam asnjë informacion që mund të ketë një pistë që lidhet për motive politike. Asnjë informacion i tillë dhe asnjëherë një pistë e tillë nuk ka pasur ndonjë provë apo ndonjë indicje e cila ta lidhte me pistën politike. Agjensitë ligjzbatuese u kujdesën që të furnizojnë në median me informacione dhe variante të pabazuara se vrasja ishte bërë për motive pronësie apo për motive të tjera personale në mënyrë që të stepnin familjarët e viktimës dhe kolegët e tij të opozitës. Frika se ekzekutimi mafiozi i Gjindit mund të bëhej një flamur i fushatës zgjedhore të opozitës krijoi shqetësim për autoritetet shtetërore. Partia Socialiste, pavarësisht faktit se vendosi të kandidojë në listën e saj për deputet në qarkun e Fierit, djalin e madh të Fatmir Gjindit nuk ushtroi presionin e duhur në mënyrë që hetimi të përshpejtojë dhe autorët të zbuloheshin para zgjedhjeve. Kandidimi i studentit 22 vjeçar të mjekësisë Anduel Gjindi, pikërisht në zonën që përfaqësohej prej 12 vitesh nga babai i tij, u shfrytëzua nga opozita për të ruajtur pozicionin e saj dominues në Roskovec dhe zonën përreth. Edhe pse ndodhi larg zonës së kandidatëve që ishin potencialisht fitues, Anduel Gjindi u përfshi në politik pikërisht atëherë kur as e kishte shkuar në mend, ndërsa emri i Anduel Gjindit shërbeu për të kujtuar bashkëqytetarëve të tij se përfaqësuesi i tyre prej më shumë se një dekadë dërgjej i vdekur nga vrasës të panjohur. Si sot, 4 vjet më parë ne e përcollëm atë. Sot jemi këtu, ta kujtojmë, ta nderojmë e ta respektojmë jetën e tij, veprën e tij. Për atë sot jemi me dhimbje për ta përkujtuar, por jo vetëm kaq. Mbi të gjitha, jemi këtu në këtë 4 vjetare dhe me përgjegjësinë kokë ulur, që pas 4 vjetësh nuk jam në gjendje të japim përgjigjen pyetjes. Kush dhe pse? Kjo është dështimi
më i madh i klasës politike ndaj luftës me krimin dhe kriminalët. Kjo është përgjegjësia më e madhe e pushtetit aktual që e quan të fituar luftën ndaj krimit, ndërkohë që pas 4 vjetësh në pushtet nuk u ka dhënë dot përgjigje pyetjeve. Kush dhe pse? Dhe për këtë, për përfaqësuesin më të lartë të legislativit shqiptar, siç është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Qëndrimi i deri tanishëm i agjensive ligjzbatuese në lidhje me hetimin dhe zbulimin e autorëve të krimit u ka shtuar dhimbjen edhe trishtimin familjarëve të tij, pavarësisht shkaqeve apo motiveve, duke mos përjashtuar as rastin më të keq të mundshëm, ata kanë pritur çdo ditë një telefonat që së paku do t'i qetësonte shpirtrat. Premtimet e presidentit, kryeministrit dhe kryetares së parlamentit me njerë pas ngjarjes se do të gjendeshin në kohë rekord ata që e qelluan pas shpinën e Fatmir Xhindin, pikërisht në pragun e shtëpisë së tij, u dukën shumë shpresdhënëse, por kur ka kaluar një kohë kaq e gjatë, ato kanë humbur çdo vlerë. Qëndrimi i policisë së shtetit dhe ministrisë së brendshme, të cilat paraqiten në media lloj-lloj versionesh, duke i qëndruar larg motivit politik dhe faktit që vrasja mund kishte të bënte me detyrën e deputetit, ka krijuar jo vetëm pakënaqësi, por edhe mosbesim të madh tek familjarët e viktimës. Çuditërisht, zellja e autoriteteve të sigurisë së rendit për ta larguar vëmendjen e opinionit nga motivet politike të vrasjes i ka dhënë efektet e veta edhe tek familjarët, të cilët fillimisht u stepën. Me kalimin e kohës edhe pasi zgjedhjet e qershorit 2009 kanë 4 vjet që kanë mbaruar dhe tashmë jemi në prag të zgjedhjeve të reja, u pa qartë se gjithë ajo tymnaj për motive as pak të bazuara të krimit ishte hedhur thjesht për të dalë nga situata. Zgjatja te çdo limiti ligjor, jetimi të çështjes dhe paqartësia e një piste të bazuar në prova dhe fakte ka ndikuar tek të gjithë banorët e zonës Roskovecit dhe Mëgjër, për të humbur besimin tek autoriteti i shtetit. Në datën 2, para 4 vjetësh, kur shumë nga ju këtu sishin sot, është vrarë një kolegu jonë, dhe 4 vjetë në pushtet, me gjithë premtimet që të ta zbuloj muaj pas muaj, e vit pas viti, nuk zbuluam asgjë. Minimumi që mund të bëjmë tash se e mbyllëm misionin ton, ta kujtojmë sot me 1 minutë heshje në 4 vjetorin e rrënjësisë në dora kriminale. Absolutisht ai ishte një kolegë joni, një kolegë shumë i mirë joni, për të cilën edhe herë shprehim dhimbjen më të madhe dhe i kërkojmë prokurorisë që të bëjnë detyrën, sepse deri tani ka shku shumë vonë zvarritja e këtij procesi. Edhe herë i bëjmë ngushëllime familjes. Ai ishte kolegi joni. Zbulimi të vërtetës së mbrëmjes së 2 maj 2009 merr një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, jo vetëm për të vendosur drejtësi në vend dhe ndëshkuar personat përgjegjës, por për të kthyer besimin e humbur të qytetarëve tek shteti i tyre.